Një prej hoteleve më të shtrenjtë të globit, ka kushtuar $3 miliard 15 vjetëve më parë, në vitin 2010 kur u hap. Emirates Palace në Abu Dhabi, një prej krenarive të gjithë Emiratit të Abu Dhabit. 850.000 metra katror hotel, 100 hektar sipërfaqes bashku me oborret. Ka 394 dhoma dhe suita, nga cilat 302 dhoma dhe 92 suita. Në kadin e 8, në kadin e sipërm jam suitat e familjeve mbretërore të botës arabe, Arabi Saudite, Katarit, Bahreinit, Omanit, ku secili prej tyre ka suitën e tij që nuk hapet kurrë me përjashtim të rasteve kur vijnë përfaqësues të këtyre familjeve mbretërore. Është shumë afër pallatit presidencial të Abu Dhabit dhe ka 2600 punonjës që vijnë nga 50 vende të botës. Është absolutisht një prej mrekullive. Kur është ndërtuar, konsiderohej një hotel me 7 yje bashku me Burj Al Arabin, ndërkohë që sot është një prej krenarive të Mandarin Orientalit që merret me menaxhimin e tij së fundmi. Është një prej 3 simboleve të mëdha të Abu Dhabit, Xhamis Zayed, pallatit presidencial të Emirateve dhe Emirates Palace, hoteli më i famshëm i Abu Dhabit. Një prej mrekullive të botës, $3 miliard investim 15 vjet më parë.